Ne për herë të parë do të prekemi afërsisht, siç thatë ju, këto 3-4 ditë deri në 40-41 gradë. Po, parashikohet që të arrijë këto ditë, siç e thamë herën e kaluar, që kjo javë do të jetë ndër më të nxehtë, pasi të shohim se do të evoluojë gushti, mund të rikthehet sërish. Parashikohet që deri në fund të javës, por edhe rana do të ruajë atë valën e të nxehtë, mërkuri termometri do të ngjitet rreth 40 gradë në hije gjithmonë. Gjithsesi, më pas në ditët e tjera, muaji korrik do të jetë më i butë për t'i lënë vend ndoshta gushtit që fillimi mund të jetë i nxehtë? Po, sigurisht, pra do të kemi javës tjetër të masën e ftohtë, e cila mund të quhet e ftohtë në të mes korrikut, e cila do të mbri drejt nga Europa Veriore, dhe po sigurisht gushti sërish do të jetë mbetet të jetë me temperatura të larta, por është në favor se dita tashmë po bëhet më e shkurtër. Por gjithsesi do të mbeten temperaturat të larta, pasi gjithmonë tashmë atmosfera është nxehur dhe është si efekti i furrës, kur ne fikim e ruan akoma energjinë, kështu që edhe të vini mas me ftohtë do të zbutet pak të si, por sërish mbetet masa e nxehtë afrikane tashmë, është të bëjë një kohë e gjatë, ka përfshirë të gjithë rajonin, Europën dhe mbëndjet në teritorin shqiptar. Xhakollari, po ta krahasojmë me një vit më parë, kemi rritje 1 deri në 2 më shumë gradë Celsius në krahasime me të njëjtën periudhë për shembull të korrikut të vitit kaluar? Jo, si temperatura mund të themi që janë në këto nivele, por temperaturat mbeten në rang e Europë dhe mbetet 1.5 gradë më lart dhe vazhdon të jetë temperatura. Pra, marrëveshja e Parisit që është bërë, ajo thjesht ka mbetur në parim, por në praktik nuk ulet, sepse kjo ishte ajo pika kryesore, marrëveshjes së Parisit për klimën, që temperaturat të mos rritesh më 1.5 gradë më tepër. Ajo vazhdon të jetë rreth 1.5 gradë më lart, pra nuk është se ka ndryshuar gjë, vjen të jetë më lart dhe të jemi në këto nivele. Unë kam tekstuar, pritet që ne të kemi gjithmonë dhe vera më të nxehta dhe temperaturat do të jenë gjithmonë më të larta dhe po jepen efektet shumë të forta, sidomos Italia, në lidhje me florën dhe me faunën për shkak të rritjes së temperaturave.